Forcimi I kapaciteteve mbrojtëse dhe raportet me fqinjen verior të Kosovës ishin çështje të cilat në kontekst të sigurisë së vendit tonë I diskutuam me presidentin francez. Pas ditën e së premtës isha mysafir I presidentit të Francës, Emmanuel Macron, në një takim dhe drek pune në Pallatin Elysee. Pritja e përzemërt u përcoll me një diskutim të thellë të sinqert për rreth 2 orë, që u përqendrua në tema të bashkëpunimit e të integrimit, të sigurisë e të mbrojtjes, si dhe të ekonomisë e të zhvillimit. Me presidentin Macron biseduam për rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Pastaj për rolin e rëndësishëm e të vazhdueshëm të NATO-s në Kosovë, për bashkëveprimin me aleatët veriatlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan. Forcimi I kapaciteteve mbrojtëse dhe raportet me fqinjen verior të Kosovës ishin çështje të cilat në kontekst të sigurisë së vendit tonë I diskutuam me presidentin francez. Organizimi I forumeve të reja të bizneseve Kosovë-Francë, si vimësi e atij që u mbajt suksesshëm muajin e kaluar këtu në Prishtinë, si dhe planet dhe investimet në edukim ishin gjithashtu tema të takimit. Roli mbështetës dhe angazhimi I miqve francez në përgatitjet për organizimin e lojrave mesdhetare 2030 në vendin tonë është tejet I rëndësishëm.